Këngë do këndojmë të albumit parë. Do këndosh ti. Do këndoj Albani, po prisë, do fusim pak efekt studio se kemi bërë gjithë të studio Donald. Ta ndryshojmë pak studio Donald. Japim pak atmosferë gjës. Tani ka një problem, sinqerisht se po duket sikur nuk i mbaj mend akordet. E di more di. Mundojmë ti ashtu, nuk i mbaj. E di realisht Albani po na thon. Një është thirrje dëshpëruar. Thirrje dëshpëruar. Edhe unë mendoj se është koherente edhe sot me migracionin e gjitha. Po, okay, jepi. Prandaj nis. Thirrje të dëshpëruar. Jepi s'ka gjë bukur, ha? Okay. Kështu si lëviz leti kur fleti. E. Qetësi. Pushotash. Pushora. Një thirrje të dëshpëruar. Askush nuk e dëgjoi, askush nuk e pranoi. Pa nisur përfundoi libër i pashkruar, që askush nuk e shpletoi, i lënë në errësi, ku pluri e mbuloi. Sa bukur, po. Plako. Para se të kalojmë tek tjetra. Do flasim çik sot. Ore sa do të shkoj? Jo, po jo se do kemi gjithë detyrohesh plako, më detyrohesh si fan, se nuk i mbaj mend seriozisht. Po mirë s'ka gjë për se ne jo nuk i mbaj mend. Po, ne nuk kemi paguar biletën. Juve bëj. Kisha paguar biletën, po. Unë gjë që urrej më shumë, e dini juve, se sa shumë ju duaj këta. Gjë që urrej më shumë është na këndon një këngë. Edhe në shtëpi këto familjare ku ka festa. Po e di unë pra ta thash. Por kur kthe albumin e parë tash. Po patjetër diskutoj. Tani a është koherente edhe sot kjo, thirrje të dëshpëruar? Po. Me migracionin, njerëzit që kanë ikur që duan të kthehen në vendin e tyre, ka disa që duan të kthehen, kanë disa që jo, kanë nga ata që ikin. Është këngë shumë shkurt, çfarë mendon? Fatkeqësisht, domethënë është këngë pa kohë. Janë probleme njerëzore që nuk ikin kurrë, por nga ana tjetër në rastin tim mua më ndihmon ta shpreh. Dikujt i bën mirë edhe këngët sociale këtë mision kanë. Nuk janë thjesht aty për të zbavitur ose për të dhënë një ndjesi të saktuar, por janë aty ndoshta edhe për të bërë mik, për të dhënë një dorë. Që të shoqërojnë në çdo kohë. Ama shumë pak artistë bëjnë këngë sociale. Edhe ta imagjinosh ti ke bërë që 20 vjeç të sa ke bërë? Aq 21-22 çka. Çfarë mendje që natë kohëra? Më kupton? Okej. Këtë kam bërë faktikisht i frymzuar nga ngjarjet e Kosovës që kishin kaluar shumë pak vite atëherë. Po ta dëgjosh tekstin. Dhe kuptohet, pastaj zgjerohet mendimi edhe për vetë botën e kudo ku ka konflikte të tilla, po Kosova ishte unë isha në Itali atë periudhë dhe shikonim lajmet italiane të Kosovës edhe ishte domethënë të mbushje po. Jo, e kuptoja që pse dikush merrte rrugën, linte gjithçka dhe shkonte luftonte. Ishte fort. Po ta dëgjosh tekstin tani është realisht është shumë prekse. Është shumë prekse edhe bravo qof plako që në atë kohë të ka ngacmuar dhe ke krijuar për këtë gjë. Bravo. Tjetër ka. Se u futën po. Ka mund të mbash mend ti, Tani me që albumi i ri titullohet Rrënjët. Unë jam kthyer të këndoj pa dashje, kam dhe disa nuanca. Te albumi i ri unë mua më duket Albani siç ka qenë Albani vëlla troç. Po. Kisht kam pas disa nuanca pa vetdije të laboris në zë, në disa vibrato dhe nuk e kuptoja. Unë mendoja se këndoja si Pearl Jam, si Tracy Chapman, disa artistë që kam pas dëgjuar të ngjashme. Po kishte edhe diçka që me sa duket ka ngel në subkonsciencë. Në subkonsciencë. E një nga këngët ka qenë ajo My Oasis, My Oasis. Ha more. Mbaj mend, nuk e mbaj mend. Po mirë, s'ka, hajde. Krishta? Buza jote si petale trëndafili, puthjet e tua si dhimbje ëmbël në qast lëndimi. As më thua cila dorë të pikturoj, ndoshta Zoti vetëm për mua të krijoi.
aromën tënde po shijoj, fytyrën flokët ma lëmojnë. Dhe vaj më në dhe më shumë nuk mund të kërkoj. Është si një ëndër, dhe si në ëndër, ky takim të mos mbaroj. Okej, dhe jetë të fundit. Prit, se ku do vetë prit një sekondë. Të lutem, edhe jetë të fundit. Mos se po e shijojmë më burr. Një sekondë, çka ke kokë? Të keqe, na detyrohet. Mos prisni gjë kaq tash. Jo, na detyrohet. Tani, na detyrohet. Edhe vetëm një ka mundësi që mbaj mend. Kjo është domethënë më e harruara ever. Jo, s'ka se ta kujtojmë. Është për ty, po s'është për ne. Vetëm juve, po juve që jeni. Ne mund t'ja dim tekstin më mirë se ty as. Hajde. Si. E mbani mend këngën deri në fund? Deri në fund, besoj se po. Prit. Kjo ka një temë sociale. Edhe kjo është sociale pra. Janë gjithë akord. Ato që mungojnë sot. Të gjithë vrapojnë, kur i paset si nga da. Të gjithë vrapojnë, më duket si pa fund kjo gara. Jo nuk e dua, jo nuk e dua, jo nuk e dua më ndine pa. Nuk bëm për mua, nuk bëm për mua. Unë dua që jetën ta jetoj. Kaq më bë. Shumë bukur. Shumë nice. Sa bukur, po shko sa e bukur është kjo që unë erdha të promovoj albumin e fundit edhe po promovoj albumin e parë.